gotë roze. Të pim një gotë roze. Në një gotë roze. Në një gotë roze. 2 gota roze. Një gotë 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 roze me Rozana Radën. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në një gotë roze. A përcaktohet e ardhmja jon nga ato veprimet tona? Sa i rëndësishëm është plani në jetën tonë? Sa e rëndësishme është të kesh një agent ditore, javore, mujore, vjetore? Apo më e drejtë do të ishte të jetonim çdo moment sikur të na servire nga vetjeta? Në fund të fundit, pse mos i dorëzohemi fatit? Si janë shqiptarët në raport me planifikimin? A është në prioritetet e tyre? Do të ndjekim një material dhe me njerë do të rikthehemi në një gotë roze për t'ju prezentuar me ftuarat në ditën e sotme. Nisja e një viti të ri është shpesh periudha ideale për të ndryshuar faqe në jetën tuaj dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz hartojnë lista të gjata rezolutash apo qëllimesh. Por pse pjesa më e madhe e tyre dështojnë? Studiuesit janë marrë gjatë me nivelin e suksesit të rezolutave. 2 javët e para zakonisht ecin shumë mirë, por nga muaji i shkurt, njerëzit bëjnë hapa pas dhe e gjejnë veten aty ku e nisën. Kjo vjen si pasojë e përtatësisë apo të një vullneti të dobët. Thuajse 50% e njerëzve në Amerikë dhe në Europë bëjnë rezolutat e çdo viti. Më të preferuarat renditen, humbja e peshës, lënia e duhanit si dhe menaxhimi më i mirë i parave. Por, edhe pse plani në vetvete është krijuar si motivim për të përmirësuar, një përqindje e lartë dështon në finalizimin e saj. Sipas studiuesve, njerëzit kërkojnë pritshmëri të pamundura në listën e tyre. Sipas psikologëve, rezoluta është sindroma false e shpresës, që do të thotë se ajo është jo realiste dhe në mospërputhje të plot me brendinë e gjithë secilit. Hartimi i rezolutës shfaq probleme që kemi me veten, dhe kur këto probleme dalin në sipërfaqe, atëherë rezoluta jo vetëm që nuk ndihmon, por të dëmton në vetë vlerësimin. Prandaj, nëse doni të bëni planifikim të shëndetshëm, keni parasysh këto këshilla të profesionistëve. Fokusohuni në një plan dhe jo në shumë të tilla. Kërkoni gjëra reale dhe të arritshme. Mos prisni deri në vitin e ri për të bërë planifikim apo rezolut. Kthejeni ato në një proces të gjatë çdo ditë të vitit. Ndërmerrni hapa të vegjël. Shumë njerëz dështojnë sepse hapat e tyre janë gjigant, krahasuar me mundësitë që kanë. Mbani afër një mik tek i cili besoni në mënyrë që ti raportoni në përditshmëri. Festoni çdo copës të vogël suksesi, mos prisni përfundimin e të gjithë procesit. Krijoni mënyra të reja të menduari, gjeni shtigje të reja mendore që ju ndihmojnë të hiqni veset. Fokusohuni tek e tashtmja dhe mendoni, çfarë mund të ndryshoj unë në këtë moment, pikërisht tani. Bëhu i arsyeshëm fizikisht, emocionalisht dhe mendërisht, mos jetoni të shkuarën apo të ardhmen. Dhe së fundmi, mos e merrni shumë seriozisht veten. Shijoni edhe momentet kur keni dështime të vogla, por mos lejoni që këto dështime t'ju mbajnë larg qëllimeve. Jemi rikthyer në një gotë roze dhe kam kënaqësinë t'ju prezantoj me të ftuarat në panelin e sotëm që ma kanë zbukuruar shumë studion time. Ja tek hapim një plan të madh këtu për të parë gjithë shkëlqimin e tyre. Faleminderit, mirë se erdhët. Jam me Bona Majkli. E thash mirë? Fantastike fare, super. Tash do ta them perfekt. E rëndësishme është që nuk do ta ngatroj më sa herë ti jesh në studion time. Faleminderit, mirë se erdhe në një gotë roze. Ndërkohë jemi në studio me Enertila Bekteshin. Faleminderit Enertila, mirë se erdhe. Kënaqësi për mua. Është kënaqësi. Jori Mersi si për marrë se faleminderit, mirë se erdhe. Jori, është kënaqësi. Nuk besoj ke patur ndonjë flitur kohët e fundit, ëh? Jo, kam hequr dorë më. U përfole që atë ditë që isha në një gotë roze në për media. Kam marrë rrota historisë. Ndërkohë do të flasim për një temë tjetër sot. Enertila, a bëni plane ju?
A keni qëllime për të bërë, do me thënë për të bërë një udhëtim ose për të bërë një agent pune, i vendosni planeve të tuaj ose njerëzit në përgjithësi? Si janë shqiptarët? Në përgjithësi kur më drejtohen si klient, si pacient, thelbi i gjithë ndryshimit të rrjetshmërisë ditës ose i situatës në të cilët ndodhen, sepse njerëzit cilët paraqiten te psikologu kanë nevojën për të ndryshuar në jetën e tyre. Agenda, ritualet, zakonet, mendimet, planifikimet, pa diskutim janë një pikë kyçe për ndryshimin e gjendjes, le të themi. Pra, është një praktik pune cilën unë e praktikoj dhe është mirë që njerëzit të ecin me një qëllim dhe një objektiv në jetën e tyre. Si ndikon planifikimi në jetën e njerëzve? Nuk është shumë stresant, se do duket ndonjëherë sikur të vënë në presionin e stresit që thua patjetër dua ta arrit këtë gjë, por nëse ti këto hapa i arton në përputhshmëri, le të themi, me mundësitë e tua, pra objektivat e mëdha mos të vendosen detyrimisht në ato që ti dëshiron për të bërë, por është një udhëheqës shumë i mirë për të pasur dëshira, qëllime, planifikime, ato që ju po përmendni. Pra, duhet të ketë një udhërrëfyes njerëzit. Sigurisht jeta është, ne nuk e dim asnjëherë se si mund të na marrin ditët, apo punët, apo dëshirat, apo situatat e jetës, le të themi, në përgjithësi, por që është shumë e shëndetshme ose mirë që njerëzit të kenë parime, qëllime, objektiva, planifikime, të gjitha këto që ju përmendët. Është shumë e shëndetshme sepse ti e di pak a shumë udhën që do të ndjekësh. Jori, si e si individ i planifikon gjërat e tua, je njëri? Unë jam lapse letër, edhe pse jam pak tipi i hallakatur, le të them kështu, po kur vjen puna në përditshmërinë time, jam gjithmonë lapse letër duke qenë se prej punës, po, është e përditshmja ime. Dhe dua do jem gjithë kohës me agent, me qëllime, madje çdo fillim viti, janë 15 qëllimet e mia gjithmonë, dhe jam 5 afat shkurtra, 5 afat mesme dhe 5 afat gjata. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe kur i vendos atë tikun, që ja dole arrita. Dhe me datë. Në rregull. Bona, si tha Jori, ke qëllime, çdo vit i vë qëllime vetes tënde dhe nëse nuk i arrin, çfarë bën? Çfarë mendon? Po, është pyetje shumë e rëndësishme. Në fakt, unë doja që ta filloj pak nga rënja, sepse është shumë e rëndësishme që të kuptojmë pse ne i bëjmë gjërat në jetën tonë. Shpesh njerëzit nisen me idenë që si duhet ta bëj unë atë qëllim, edhe kur duhet ta bëj unë atë qëllim, por shpeshherë mungon pyetja pse. Dhe është shumë e rëndësishme, në fakt është një teori që quhet teoria e rrethit të artë. Dhe janë 3 rretha. Rrethi i parë është çfarë, rrethi i dytë është si do ta bëj, dhe rrethi më i vogël është pyetja pse. Dhe nëse ne do fillojmë nga pyetja pse unë duhet të arri atë qëllim, atëherë unë shkoj në zemrën time, në shpirtin tim dhe unë kuptoj kush janë pasionet e mia, kush janë ëndrat e mia, sepse kjo do të jetë zjarri ose do të jetë ajo energjia që unë pastaj të filloj dhe të kem një qëllim dhe këtë qëllim ta ndaj në hapa dhe në një plan të caktuar, që në këtë rast për shembull më pëlqen shumë plani SMART goals, qëllimet SMART. Edhe nëse ne do e ndajmë në disa pika, ajo do na ndihmoj që ne të ngjisim një shkallë çdo ditë. Sepse është shumë e bukur të themi we are dreaming big, pra po ëndërrojmë shumë, por ëndra duhet të ketë këmbë. Pra vizioni që ne kemi për të arritur një punë të caktuar, një shkollë të caktuar, personin që ne duam të arrijm, vizionin, duhet kemi një vizion, por ky vizion pastaj duhet ketë ato këmbë dhe SMART goals janë ato 5 pikat që një plan duhet jetë specifik, duhet jetë i matshëm, duhet jetë i arritshëm dhe duhet ketë një kohë të caktuar. Pra duhet ketë një kohë që unë do mbaroj në këtë kohë do ta përgjithsisht, ne shqiptarët nuk e kemi pak në kulturë, ose nuk e kemi patur kur në kulturë që ti marrim gjërat me plan. Kemi thënë gjithmonë ajo fjala kismet do bëhet. Pse e kemi këtë si shtet ne? Apo ndoshta ne nuk
e kuptojmë potencialin tonë? Ndoshta fjala kismet me që dhe ju e përdorët, edhe unë do doja që t'isha pak më popullore në këtë situatë, e kemi të trashëguar ndoshta dhe nga që kemi qenë shumë të lidhur me fen, më thënë, i jep pritshmëri ndoshta edhe udhës së Zotit që ne presim një gjë të realizueshme ose jo. Nuk do të thosha ta lidhja me besimin tek vetja që ne nuk kemi shumë të sigurt për të realizuar një gjë, por gjithmonë marrim parasysh edhe atë pritshmërinë që mund të mos ndodhi. Pikat e vendosjes planit ose gollsat, siç i themi ne, janë shumë të mira, ndihmojnë. Fjala kismet pastaj duket sikur e dobson, e zbeh dëshirën për të bërë, por lihet edhe kjo pjesa e lidhin me fen ndoshta, pjesën dorë të Zotit, e lëm fatit, e lëm një mundësie tjetër. Pse planifikimin thonë që duhet ta bëjnë vetëm njerëzit e pasur? E kam dëgjuar shpesh këtë gjë. Sepse ne që në vegjëli, po them kështu që kur jemi në kopës, qerdhe e tjerë, nga aty fillojmë jetën, na është mësuar të paktën nga prindërit tanë që gjithmonë ti duhet të shkosh në shkollë, duhet të mësosh, duhet të jesh një student i mirë, të bësh një nënpunës i mirë, por asnjëherë nuk na mëson askush se si ne duhet jemi një businesswoman apo një businessman i mirë. Dhe prandaj ne themi që këta të pasurit, pra shtresa e lartë, normalisht bën ato agenda, sepse ata jetojnë dhe janë rritur me një frym komplet tjetër, duke janë rritur me frymën e kismetit. Se ne fryma e kismetit na ka ardhur nga stërgjyshja edhe gjithmonë, hëse Zoti e ka në dorë, hëse kështu bëhet, hëse kështu ndodh, hëse çat kemi risk. Jo, risku vjen në momentin që ti e kërkon riskun, po nuk dole të vraposh, të kërkosh qëllimet e tua, të shofësh ëndrat e tua, të dish nga t'ja nisësh dhe të vazhdosh atë qëndrueshmërinë tënde në kërkim, atëherë ti atë kismetin e bën realitet, kismeti i kongreqit e mund. S'ka më kismet. Po, unë në fakt do doja shumë që të përmendja disa shembuj frymëzues për të bërë që ne të kuptojmë, atëherë ne në shoqërinë tonë, më duket sikur na ka mbytur këto shembujt jo të mirë. Dhe është shumë mirë që ne kush i promovon këta shembujt e mirë, domethënë dollet e shembujt. Janë shumë të pak njerëz që promovojnë për mediat, unë flas shumë për mediat sociale dhe ne fatkeqësisht adoleshentët, fëmijët, të rinjt, vajzat, djemt janë të bombarduar nga mesazhe jo të mira. Tani dua të sjell për t'i ndjekur është shumë e vërtet. Por nëse ne do t'i hedhim sytë e disa persona, të disa njerëz që pavarësisht vështirësive që kanë pasur një jetë, nuk e kanë lënë asnjëherë veten që të thonë kismet. Për shembull, Thomas Edison, ai dështoi 1000 deri në 10.000 herë që të shpikte energjinë elektrike. Dhe ai nuk tha që o bëbo dështova dhe unë jam tani nuk di çfarë të bëjmë. Ai tha 10.000 herë, në fakt nuk kam dështuar, por unë kam gjetur 10.000 mënyra se si nuk bëhet energjia elektrike. Fuqishëm nuk ka qenë, 10.000 herë të dështosh edhe të shkosh po tek e njëjta gjë. Unë për veten time zot tani që si nuk do thoja boll deri këtu 2 herë 3 herë provove dhe boll. Po shpikër Oprah Winfrey. Ka ardhur nga një familje shumë e varfër. Ajo pati një histori traumatike, u përdunua për shumë vite në jetën e saj. Ka folur për jetën e saj private, po. Pikërisht, ose për shembull Van Gogh. Van Gogh shiti në jetën e vet vetëm një pikturë. Dhe mbasi ai u largua nga kjo jetë, kishte edhe mbi 800 piktura të tjera dhe çfarë do të thotë kjo? Shpeshherë ne nuk e shikojmë atë potencialin për momentin ose atë gjën në mënyrë të çastit, pra në çast. Por kjo nuk duhet na bëjë që ne të dorëzohemi, sepse njerëzit e suksesshëm nuk janë ata njerëz që nuk kanë probleme dhe vështirësi. Edhe sot në jetën tonë, në popullin tonë, ne kemi shumë vështirësi, po vështirësit janë ato që na mësojnë ne që të ringriemi dhe na bëjnë më të fortë, edhe gjithashtu kemi dhe më shumë motivim për ta riprovuar dhe për ta arritur ëndrrën tonë të madhe. Po ne, gjatë bisedës që ne po bëjmë këtu në një gotë roze, unë po kuptoj që ka disa njerëz që sigurisht të suksesshmit dhe jo më pak të suksesshmit, investohen vetëm në ekonomi. Pse? Kanë filluar të investojnë edhe në gjendjen shpirtërore. Aty e shoh të mangut këtë gjë.
Si investohet në gjendjen shpirtërore? Me një konsulencë, si që është psikologu, dhe kur ndihen vërtet keq atëherë kur kanë momente dobësie, është edhe psikiatri që marrin suplementet, le të themi. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë, sepse t'i jep potencialin për të menduar, për të vepruar, për të qenë aktiv, për të investuar. Kështu që nuk mjafton vetëm agjenda, por edhe gjendja shpirtërore është shumë e rëndësishme dhe mirëmbajtja e shëndetit mendor që ne po themi, është shumë e rëndësishme njëkohësisht. Jori, gjendja shpirtërore, dashuria, familja dhe ekonomia. Jo, s'do bëjmë lajm tjetër tani me ty sot. Po unë bëra një renditje. Si rendit në planifikim të gjitha këta? Si rëndis? Shiko, ekonomia patjetër që është një keqe e domosdoshme, po them, për të gjithë, por para familjes unë nuk vendos asgjë. Ama, nëse e kthej në aspektin personal, gjithmonë, jam 30 vjeç dhe pa martuar akoma. Që kështu kam vendosur karrierën edhe ekonominë ndoshta pak më parësore. E ke vendosur apo ashtu të ka rastisur, se ndonjëherë dhe rastis? Asnjëherë nuk rastisin gjërat, Roz. Ashtu thua? Asnjëherë nuk rastisin gjërat. Patjetër disa thonë që shiko se rastësia është mbreti etj, por unë nuk i besoj këtyre gjërave. Po çfarë thot psikologë, asnjëherë nuk rastisin gjërat? Duhet të punosh, asnjëherë ka gjithmonë një qëllim që ndodh për diçka tjetër, ndodh për një arsye. Jo vetëm kjo, po është një lloj investimi që i bëhet, domethënë nëse ti ecën në hapa të sigurt, e di që do ta realizosh. Nuk ka asnjëherë. Unë mbaj mend, kur kam qenë me vogël, që shpeshherë prindrit e mi dhe familja ime ne merrnim trenin nga një destinacion në destinacionin tjetër. Në fakt, për të arritur në destinacion, ato janë 2 binar. Dhe nëse një ndër binarët nuk është aty, atëherë treni nuk lëviz. Dhe në jetën tonë, për të arritur një qëllim dhe për të arritur në finishin aty ku ne duam të shkojmë, janë 2 binar. Binari i pari është ëndra. Pra, asnjëherë unë inkurajon njerëzit që mos e shuani ëndrën tuaj, edhe nëse ti je 30, 40, 50, mos e shuani çfarë lloj ëndre tjetë ajo. E dyta, që është shumë e rëndësishme, është që ashtu siç pra, ti duhet që të jesh e vendosur, të jesh realiste, pra ta vendosësh atë ëndrën tënde, ta vendosësh në prakticitet, pra që të marrësh ato hapat për të shkuar në destinacion. Pra, shumë e rëndësishme që këto të dyja të kombinohen, nuk mund të ta thot askush tjetër, u asaj talentuar je patjetër që njerëzit ne inkurajohemi nga feedbacku i të tjerëve. Por nëse ne nuk e gjejmë zjarrin ton, pasionin ton, atë çfarë ne duam të realizojmë, është e kohë që 10 veta, 20 veta na i thonë, nëse ne nuk e kemi. Pra, është shumë e bukur edhe unë u them edhe adoleshentëve dhe të rinjve që është shumë e rëndësishme që të mos e shuani zërin e brendshëm të zemrës tuaj, të pasionit tuaj, pavarësisht mesazheve që ju mund të merrni. Për shembull, ne po të kalojmë jashtë Tirane, në qyteza, në fshatra, unë fatkeqësisht shoh që prindrit, nga që ritmi i jetës është kaq i shpejt, domethënë, i bie që prindrit nuk kanë shumë kohë për të parë potencialin tek fëmijët e tyre, për të parë një gjë të bukur, për të parë një gjë të mirë, por shpeshherë është më shpejt kritika kur bëhet një gabim. Por nëse ne shikojmë një person që ka një talent, ka një potencial, le t'ja themi, sepse ajo është një mënyrë shumë e bukur për ta inkurajuar dhe për ta ngritur lart. Kemi vështirë pak si popull të bëjmë komplimenta për të tjerët. Unë do ta lidhja me veten time, me fillimet e mia kur kam mbaruar unë për psikologji, as nuk përfillej. Madje shumë vajzat e ekranit kanë mbaruar me mua. Kanë një diplom psikologjie dhe nuk e kanë ndjekur ëndrën. Domethënë, unë kam insistuar për të qenë një psikologe, shumë herë jam promovuar nëpër media në fillimet e mia, nuk shihesha me atë syrin e interesit, por sot ndjej që kam ecur në profesionin tim, thjesht me idenë që me planin tim për të bërë një psikologe, sigurisht me një plan, me një dëshirë edhe me ëndrën për të bërë. Qartë. Jori, tani, fakti që ti i programon gjërat, të ndihmon ti arrish, apo
thjesht e ke aty dhe duhet ta bësh patjetër, ti planifikosh? Shiko, kur bën një planifikim, normalisht atë planin duhet ta ndjekësh me rigorozitet. Por patjetër që del ndonjëherë edhe jashtë planit, pra nuk je gjithmonë kaq strikte, po këtë duhet ta bëj kështu në orar, sepse njerëz jemi në fund të ditës edhe gabojmë edhe diku çedojmë. Por që patjetër nëse do të arrish qëllimin final, duhet që plani të jetë sa më i qartë dhe me vendosshmëri. Sepse kam dëgjuar edhe nga ato që hëse ti ja ke dalë se... Je gocë forti. Jo, përveç asaj hëse mban ti e kemi kështu ne, si shprehje. Ai si duran, ja del ti. Ase të ka ecur fati ty, të ecën fati ty. Ama ta din të tjerët se çfarë ti ke hequr për të arritur atë planin dhe për të arritur në pikën finale, nuk ta beson njëri se thonë pas ke qenë burr, jo femër. Çfarë ndodhi që fillove ti programosh gjërat e tua? Kuptove diçka, dështove diku? Të tha dikush që kështu nuk bëhet, dëgjove një mentore, çfarë ndodhi? U konsultove me një psikologe se të ndodhi një si themi një blackout i punës tënde, çfarë ndodhi? Unë punoj shumë me veten në Roz. Kam hapur trurin, lexoj shumë. Më beson ndoshta në fakultet që kam kryer, nuk kam lexuar kur aq libra sa kam lexuar libra për disiplinën e vetes, pra me orare, me komunikimin, leadershipin. Po si lexove në fakultetin, nuk ishe kohë tani? Sepse në fakultet ne na mësonin që shiko, mëso se do bëhesh një nënpunës i mirë, është ajo çka thashun në fillim, që ti duhet të kapësh një punë shteti, a thua se sa vende pune janë administrat. Askush nuk na tha që shiko, nëse ke 20.000 lekë në xhep, investoj diku bëj 40. Askush, prindrit tanë jo njëherë. Madje një histori personale, se po dalë pak nga... Fillove me historit personale tani? Jo, shumë e shkurtër. Kur kam dashur ta biznesin tim të parë dhe i the mamit, do marr një kredi, unë vi nga një familje shumë e thjeshtë, do marr një kredi, të shikoje, do na marrë shtëpinë. Llogaritë me çfarë mentaliteti janë prindrit tanë edhe se si kemi evoluar ne. Ne kemi ndryshuar, ne jemi brez komplet ndryshe nga brezi i prindërve tanë. Ndërkohë, mami është e lumtur tashmë që flasim? Po, sot është... Kredia u pagua? Përfundoi? Përfundoi dhe u dyfishua. Sa mirë kur bëni plane. Do të ndalojmë pak në publicitet në këtë pjesë të parë dhe menjëherë do të rikthehemi në një gotë roze. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në një gotë roze, po e shijojmë bisedën këtu në studio, ndërkohë do t'ju bëj një pyetje tjetër. A keni ju disa detyra që ja keni vënë vetes që në rinin tuaj dhe sot e kësaj dite i riktheni dhe thoni si nuk ja dola dot. Vit për vit i them vetes do ta bëj këtë dhe nuk ja dola. Pse ndodh? Po sepse, shikoj, jeta të merë kështu si përpara, sepse ty të dalin ato urgjencat e përditshmërisë dhe ajo ëndra që ti ke menduar është një detyrë që duhet patjetër ta vini në punë. Po varet sa e madhe është ajo gjë, nëse do të jetë një shkollë e pambaruar, patjetër është një gjë e madhe, sepse për shembull ka vajza që bëhen nëna edhe nuk arrin do të mbarojnë shkollën dhe për ato është shumë e rëndësishme. Çfarë është diçka bona që ti e ke peng, që thua? Unë jam violiniste. Unë që në moshën 5 vjeç, bashkë me motrën time Binjake, ne shkuam në shkollën e muzikës dhe mbaj mend, dhe kjo është ajo, e kam thënë herë të tjera, ky mesazhi që nga që ishim të vogla, mësuesja thoshte, ju s'keni për të bërë violiniste se kjo gisht i vogël nuk takon. Nuk se duhet tek teli. Dhe motra ime ka bërë masterin në Amerikë dhe ka shkuar dhe në Juilliard. Ajo sot është violiniste në Amerikë. Pse e themun? Sepse mesazhi që e mori kur ishte e vogël nuk e ndaloi. Pra nuk e stopoi në një vend, por ajo e vazhdoi pavarësisht se u bë me fëmijë, u martua. E di pse qesh, po them diçka me humor tani. Mësuesja shqiptare e cila i ka thënë motrës tënde dikur vajzë shumë e vogël që nuk të arrin gishtin, do thotë, po ka zgjatur gishtin se s'ka mundësi. Mendoj unë. Ku ke qenë më e re në fakultet? I shënoje ato qëllimet që kishe, apo i mbaje mend? Kishe një blok në të cilin, si ditari dikurshëm? Po, edhe këto momente që flas më njohin, kam qenë korrekte, kam qenë gjithmonë studente në bangën e parë,
me shënime edhe me qëllime. Unë faktikisht kam mëndëruar ose kam dashur që t'jem një psikologe që të shërbej për njerëzit në nevojë. Do të thonë që njerëzit të vinin ta gjenin veten. E kam pasur ëndër që një ditë të shkoja në Angli dhe ta ushtroja këtë profesion, edhe ja kam arritur, kështu që ai bloku im, ajo banga e parë që unë kam qëndruar, më ka shërbyer. Çdo gjë e kam të shënuar. Kur ke filluar t'ja ndjesh kënaqësinë të qenurit psikologe, se këtu te ne, kur dikush donte të shkonte te psikologu, e kishin për tur, po, ajo është e çmendur. Me thënë, psikologun, pastaj do flasim për mentorin, po psikologun e merrnin si një, si mund të them, një gjë e bezdisur ndonjëherë. Po një gjë që për ne ishte ndaluar, që kujdes mos ta marrin vesh njerëzit. Kur ju keni filluar t'ja ndjeni kënaqësinë profesionit tuaj? Kam pasur fatin që unë kam punuar në një institucion në spitalin Nën Tereza, kështu që e kam ushtruar shumë mirë, e kam laboruar ashtu siç kam dashur. Çdo ditë ka qenë për mua pasion, kënaqësi, sepse kam pasur punë konkrete me pacient, me njerëz që kam pasur realisht nevojë. Kam punuar për një kohë të gjatë me fëmijët, me njerëzit që kanë qenë onkologjik, që kanë pasur vërtet nevojë për shërbim psikologjik, kështu që sot kur klientët më kërkojnë ndihmë, pra I kam klient privat, atëherë është kënaqësia më e madhe, ka vlerëtuar gjithë sakrifica, mundimi im, do të thosha. Sot që unë po flas, jam e lumtur. Unë jam një fanse shumë e psikologëve, kam qenë disa herë për të qetësuar veten time, për të patur një vizion tjetër, për t'i parë gjëra të ndryshme, se kemi momente shumë vështira në jetë. Është luksi më I mirë dhe komoditeti më I mirë që bëjnë njerëzit vetes. Dhe më pëlqen shumë ajo ruajtja e sekretit, e privatësisë që ju keni dhe kjo vlen për tu duartrokitur. Dhe unë them, ka njerëz që promovojnë, thonë, unë jam psikologe vipash, ndërsa unë them, unë jam psikologe njerëzisht të cilët kam pasur gjithmonë nevojë. Vipi përpara se t'jetë vip është njeri në radhë të parë, pastaj vip. Nuk më pëlqen kjo gjë dhe doja shumë që ta cilësoja. Patjetër, jemi njerëz në radhë të parë, pastaj personazhe publik, jo vipa. Në psikolog ke qenë ndonjëherë? Vetë jo. Por ajo që ka do thoja, kur po fliste dhe psikologja jonë, do thoja që në Zvicër të paktën çdo familje zviceriane, si që ka juristin e familjes për avokatin, ashtu ka dhe psikologun. Dhe nëse kalon në për rrugët e Zvicërës, në disa qytetet të paktën, shikojnë që çdo 5 metra ke një zyrë psikologe. Mendo se sa e rëndësishme dhe mendo se çfarë mentaliteti kanë zvicerianët dhe mendo se çfarë jete të qetë bëjnë ata dhe përsëri psikologu është familja. Qartë. Mund ta them. Bona, si mentore, doja të të pyesja, ndikojnë në jetën tonë modelet që na serviren dhe modelet që ne ndjekim? Patjetër, ndikojnë shumë, sepse unë mendoj që truri është një sfungjer, që do me thënë çfarë do lloj gjëje ne shikojmë me sy tanë, dëgjojmë, pra në të gjitha shqisat tona, ajo do të na ndikojë në mënyrën se si ne mendojmë për veten tonë, se si ne mendojmë në marrëdhënie me të tjerët, se si ne mendojmë në marrëdhënie me botën në përgjithësi. Dhe është shumë e rëndësishme që ne të kemi një nëse ne duam veten tonë, shpeshherë kjo mesazhi të duash veten është shumë e rëndësishme. Çfarë do të thotë të duash veten? Të duash veten do të thotë që ti të kujdesesh për veten tënde edhe të ulesh dhe të japësh leje vetes që ti të ndërosh, që ti të edhe gjithashtu të shikosh kush janë ato gjëra që nuk kanë qenë mirë në jetën tënde dhe se si ti mund t'i përmirësosh. Tek pjesa e mentores ose life coach, në ndryshime psikologen, një life coach është një person që të ndihmon pa të dhënë mend, pra pa të dhënë sugjerime, por thjesht me pyetjet, është personi tjetër ai që kupton, i ndizet një dritë, pra me anë të pyetjeve një person fillon dhe kupton se kush janë pasionet, kush është motivimi dhe le të themi sa janë profesioni juaj me profesionin e psikologes. Në fakt ka të bëjë në fakt me pjesën e së ardhmes. Pra nëse ti mendon që
të ka ardhur një mundësi për dy punë të ndryshme. Dhe ti do thua që unë do shkoj këtu apo do shkoj këtu. Dhe një life coach ndihmon me anë të pyetjeve që ti të kuptosh që se sa ndikon pasioni, dëshira, ëndrat e tua në punën që ti do bësh, sepse nëse ti merr një punë pa pasur një ëndër dhe një pasion të caktuar, atëherë ti atë punë nuk do ta bësh duke lulëzuar, po do ta bësh duke mbijetuar. Pra, me anë të pyetjeve, personi pastaj kupton, ndizet ajo drita, ajo lampa brenda qënjes. Po, e njësa gjëndodhë dhe të psikologu. Psikologu ka më tepër dhe pjesën e të kaluarës. Po, sigurisht, se ka ndodhur disa ngjarje në jetën e dikujt që shkon te psikologu që ka arritur puna deri te shqetësimi i tij dhe të kërkojë ndihmën e psikologut. Çfarë ndryshimi mendon se ka? Ne kemi edhe pjesën e medikamenteve të bashkëpunimit me psikiatrin. Jemi pak më të detajuar në këtë gjë që ndoshta këshilla që të kanë vlejtur në punën që po bën sot. Asnjëherë mos ndalo është Kushta ka këshilla që ma ka thënë një mik që unë sot e kam edhe ortak. Dhe kjo këshill t'jep forcë? Mi jep forcë, po. E gjej brenda vetes gjithmonë, sepse kur më ka njohur, le të them, kam qenë gjithmonë duke vrapuar dhe kërkuar ëndrat e mia dhe pasi më ka njohur tipin, karakterin dhe ambicien që unë kisha, më ka thënë asnjëherë mos ndalo dhe asnjëherë s'kam ndaluar deri më sot faktën. Jori, më the, nise me një kredi të thjeshtë, para sa vitesh? Kam qenë 19 vjeç, pra para 11 vitesh. Nga aty kam pasur atë fillimin e jetës që shiko se unë do jem një femër në biznes, asnjëherë nuk kam për të qenë një nënpunës i thjeshtë. Me gjithë respektin, çdo kush ka dëshirat e veta në fund të ditës. Patjetër, ka ambicet e veta. Është i njëjti biznes që ke hapur në moshën 19 vjeçare, po ke ndruar. Do me thënë, pyetja është të jem pak më saktë në pyetje. Sa herë je rrëzuar në këtë profesion? Shumë herë. Se folëm për një shifër më parë me bonën. Shumë herë, në shumë drejtime të ndryshme, shumë herë, madje. Si ja ke dalë? Kam pasur... Ke kërkuar ndihmën e mentore dhe ke shkuar në një psikolog sepse vërtet nuk e ke mbajtur tot presionin që të ka dhënë humbja e një pune, e një biznesi? Si ja ke dalë? Në atë kohë, si që thamë edhe pak më herët, psikologu për ne ishte kështu... Ishte tabu. Aq më tepër në qytetin e Korçës ku jam rritur unë. Le të themi që të paktën pjesa e Tiranës gjithmonë ka qenë shumë herë më përpara se sa rrete. Po le të themi korçarët janë vetë psikolog pak. Por që ne ti japim mend Roz. Ja psikolog, po. Por që shumë herë jam rrëzuar, ndoshta kishte shumë net që qaja dhe më vinte i natë me veten, unë jam dhe një bricjap për më tepër. Kemi kuptuar gjithçka. Edhe qaja dhe çosha në mëngjes dhe isha me sytë e entur dhe filloja dhe qeshja. Dhe më thot, ha, prap ke qarë? Qa ka ndodhur tashmë? Kush ka qarë? Mund të qash vetë, unë nuk qaj. Do më thënë dhe me atë fortesën time prej një goce të rriture, por që isha edhe fëmijë. Tani, nëse ne nuk kemi një plan pune, a do të thotë kjo që ne nuk kemi një rregull në jetën tonë? Po. Do të thotë që vërtet ndoshta ti nuk i do këto gjëra. Sepse një njeri që ka një dëshirë edhe merr pak kohën, edhe ritmin e vrapit e edhe ullet edhe i detajon këto gjëra. Unë mua më pëlqejnë shembujt praktik, kështu që do ta marr me shembull. Dëgjova si mentore do të ma thua shembullin patjetër. Po të shikosh, atletët më të suksesshëm, artistë të suksesshëm, muzikant, shkrimtar, po të shohësh, libri i tyre nuk mbiu nga hiçi, ose të qenurit kampion nuk është se thanë do bëhemi kampion sot dhe u bën kampion. Atyre ju është dashur sakrificë, vetë mohim, ne të gjata pa fjetur, ndoshta dhe fjalë kritikuese për të tjerëve duke i thënë që ti s'ke për të arritur, është shumë për ty. Por këta njerëz kanë punuar çdo ditë, kanë ushtruar çdo ditë, kanë kuptuar se sa e rëndësishme është ai qëllim për jetën e tyre dhe nuk kanë dalur, dhe këta njerëz kanë shkruar libra fantastik, kanë qenë artistë të mrekullueshëm që ne edhe sot i njohim, njëra prej tyre edhe ti. Dhe pra njerëz të suksesshëm u është dashur një punë e jashtëzakonshme. Pra duhet të kesh patjetër një plan të qartë dhe duhet të ndjekësh planin për të. Po plani ka dhe një afat. Duhet ketë një është smart goals, janë tek qëllimet smart, specifike, e matshme, e arritshme,
me një afat të caktuar dhe relevante, pra të jetë një gjë që të përket. Se unë them një ëndër është një ëndër, por një ëndër me një plan dhe një afat është diçka që duhet ta kemi gjithmonë parasysh. Ne nuk kemi një plan, kështu që do na shkoj tërës thua? Jo. Po çfarë? Varet, shiko, tërsi e di, vjen nga vetë ne. Varet se si ndihesh nga brenda, prandaj unë them gjithmonë njeriu duhet të njohë veten në radhë të parë, se si është, duhet të bëj ato kanalizimet e trurit të vet, ta njohësh, domethënë kush nga ne sot rri edhe thot, "Okej, do rri një orë me Jorin." Sot do rri një orë vetëm me Jorin. Do mbyll sytë dhe do meditoj, do flas me veten, dhe nëse ja thua dikujt thot që ka çmendur kjo, i paska lëshuar pëllumbat. Realisht nuk arrin të kuptojë një njeri. Ama kjo pozitivitet dhe apo negativitet buron nga vetë ti. Domethënë ti mund të mos kesh asnjë plan, ama mënyra se si ti shfaqesh tek të tjerët, shfaqesh tek pasqyra kur ti she veten. Unë i them çdo ditë vetes që ti sot do t'ja dalësh, do të takosh 100 njerëz aty jashtë, ndoshta do të ngarkojnë me negativitetin e tyre, por ti këte do i fusësh dhe këte do i nxjerrësh. Hajde tani dile dhe bëj ca shitje të mira. Dhe kështu nis dita ime. Si e mendon? E mendon kështu? Si Jori? Po, kështu. Edhe sigurisht edhe unë kam pasur sfidat e mia dhe kam qenë gjithmonë që do ta bëj dhe ja kam dalë. Jeta është një aventurë guximshme apo asgjë? Aventurë guximshme gjithmonë. Unë kam emigruar në një moshë para 2 vitesh, kështu që kam filluar një sfidë e re, një jetë e re, kështu që jam po me këto lloj energjish. Goxha guxim. Do më marrësh ndonjë shembull? Unë do të them edhe diçka të fundit, është historinë e të kaluarës ne nuk mund ta ndryshojmë dot. Edhe për ata që na ndjekin sot, që shpeshherë ne shikojmë historinë e themi që po unë se ndryshoj dot atë gjën që ka ndodhur më përpara. Por ne mund të jemi të guximshëm, kemi aq potencial për të rishkruar historinë tonë, edhe për ta bërë atë ashtu siç ne do duam ta kishim. Tek njerëzit që ju ndjekin, çfarë kërkojnë ata nga ju? Çfarë duan të marrin ata nga ju? Unë mendoj që njerëzit sot më shumë se kur kanë nevojë që të dëgjohen në mënyrë aktive dhe gjithashtu të kuptohen. Shpeshherë mendoj që në shoqërinë e sotme ne nuk i lëm radhë njëri tjetrit që të tregojmë diçka të vetes tonë, sepse ai personi tjetër do thot, po, edhe unë kam kaluar një histori të tillë etj dhe pra personat nuk kuptohen, pra nuk ato duan, dëshira më e madhe sot që njerëzit kanë është të ndjen të dëgjuar, të ndjen të kuptuar, të ndjen të dashur në mënyrë, pra të dashur në mënyrë të pakushtëzueshme, edhe që ata të duhen nga të tjerët, jo për atë çfarë ata kanë, po për atë çfarë ata janë. Edhe në momente suksesi, por edhe në momente vështirësie. Nertila, çfarë kërkojnë sot pacientët kur vinë dhe ulen përballë teje? Çfarë duan ata nga një psikolog në ditët e sotme që jetojnë? Duan të dëgjohen mirë, kërkojnë një rezultat të menjëhershëm për fat keq, duan zgjidhjen e problemit në mënyrë të menjëhershme, por thelbi kryesor i gjithë kërkesës tyre është vëmendja. Në ditët e sotme për fat keq është vëmendja që na mungon. Dhe pastaj problematika, zgjidhja e problematikës. Këto 2 pika. Vëmendja dhe zgjidhja e problematikës. Jori, ti ke dëgjuar ndonjëherë, ke qenë ndonjëherë të dëgjosh një mentore? Se tek një psikologe nuk kishe qenë. Dhe pse ke zgjedhur të shkosh të dëgjosh një mentore? Shiko, unë kam marrë pjesë edhe në shumë trajnime të ndryshme, edhe nga Tony Robinson. I ndjek. Kam qenë deri në Kin. Patjetër, kam qenë deri në Kin në një seminar për ditë me radhë, për të ndjekur disa njerëz të suksesshëm dhe për të patur atë takimin 1 me 1 që ne i themi, me njerëz shumë të suksesshëm. Dhe patjetër që mentori, çdo njeri në jetë dhe mund duhet ta ketë patjetër një mentor, që t'i tregoj të paktën hapat e para të suksesit, rrugën ku ai duhet të ecë. Dhe nëse ti nuk ke një mentor sot, patjetër që mund t'ja dalësh, jo se në them që nuk mund t'ja dalësh, por unë e shikoj si diçka të domosdoshme, sepse gjithmonë të tregon rrugën e suksesit. Për të marrë postën e një psikologe, sigurisht ne diskutuam pak më parë, duhet një shkollë goxha sa vite?
4 vite po, 2 vite po, doktoraturën po 5 vite kam bërë, shumë. Po për të bërë një mentore, çfarë duhet? Unë, patjetër pjesa akademike normalisht, por ajo çfarë duhet është zemra, është të duash njerëzit. Po këtë e kanë të psikologet. Të duash njerëzit, dhe gjithashtu tek pjesa e mentores është edhe pjesa e dëshirës së madhe për të ecur së bashku me atë person. Pra që të gjesh kohën, që të jesh me personin që ti po mentoron, çdo ditë, why not? Bona pse zgjodhe ti të bëhesh një mentore? Si lindi kjo dëshira? Sepse ka qenë pikërisht një mentore Ishte në ato planet e tua? Jo, nuk ishte në planet e Si mia. ishte? Por unë në fakt, po mos kisha disa mentor në jetën time, mendoj që jeta ime nuk do të kishte ndryshuar. Cili ka qenë mentori për yt mirë. në jetën tënde? Ka qenë një grua shumë e mirë, shumë inspiruese në jetën e saj. Ajo kishte emrin Heather. Unë kam 20 vite që jetoj në Amerikë dhe në fakt më ka bërë të mendoj që ajo ishte për mua në momentet më të vështira të jetës time, edhe gjithashtu që më ka dashur në momentet më të ulta të jetës time. Dhe nuk është dorëzuar asnjëherë me mua. Shumë, unë kam pasur mentor në jetën time babajn. Unë atë kam konsideruar mentor babajn, nënën, ata që më kanë dhënë forcën. Në një farë mënyrë këtë forcën e nënës dhe të babajt ja kam transmetuar dhe shoqeve të mia, dhe ato e kanë marrë. Do me thënë po, dhe ata nuk e kanë ditur që unë e kam bërë, thjesht e kanë marrë këtë fuqi. Është mirë si psikologe, si mentore, po si një biznesmene fuqishme, të bëjmë mentor të miqve tanë, të shokve, të prindërve ndonjëherë kur kanë nevojë sepse kanë humbur shpresat, edhe kanë nevojë të ngrihen, sepse edhe dikush shikoj, njerëzit nuk kanë nevojë për njerëz të suksesshëm. Pra nuk kanë nevojë të dëgjojnë një person që thotë, shikoj, më shikoni mua sepse në ato moment do të distancohen. Njerëzit sot kanë nevojë për njerëz që thonë, edhe unë kam qenë në pozicionin tënd, edhe unë kam kaluar vështirësi, po shikoj tani si jam çuar. Pra nëse jam çuar unë, do çohesh edhe ti. Dhe për këtë ka nevojë njerëzit sot, për shpresë. Jori, dua të di mentorin tënd. Mentori im është Sokoli, është ortak tashmë, që edhe e përmenda. Është një njeri që ka punuar shumë me veten e vet, me trurin e tij. Një njeri që nuk ndalet kur duke mësuar dhe duke lexuar, është një njeri që çohet në 3 të mëngjesit, llogarit e vet pastaj dhe e mbyll ditën. Po dëgjoj, në familjen tënde ke dikë që punon kaq fort saç ti punon sot? Jo. Jam unë ai çuni i shtëpisë dhe madje kam filluar i bëj mentorimin mamit edhe babit, ju jap edhe trajnime për t'ju ndryshuar mendësinë, sepse janë akoma me atë mentalitetin dhe mendësinë. Ashtu, vazhdojnë akoma. Vazhdojnë. Okej, kanë ndryshuar, por mundohem që t'ju hap pak trurin ndryshe nga brezi. Ta ndryshoj pak pyetjen Ertila, kush është sigurisht mentor, po ne kemi patur ndryshe në kohën tonë, heroi yt. Se heroi është në një farë mënyrë edhe ai mentori që të nxjerr nga aty ku ke rënë. Do ma besoni? Partneri im. Patjetër që do ta besoj. Partneri im, unë e kam jetuar shumë herët kur kam qenë 19 vjeçë, kështu që edhe shkollën e lartë sapo e kisha filluar, nuk më zbeu asnjë dëshirë, nuk më zbeu asnjë ëndër, më dha lirshmërinë, më dha ndoshta të gjitha mundësitë, duke qenë se edhe një njeri që ka jetuar për një kohë gjatë në Angli, kështu që po bën ende ëndrrën time realitet. Unë punoj në Angli psikologe, kështu që vazhdoj të mentorohem nga ai për çdo detaj, madje edhe për veshjen. Uroj që të jeni kështu të lumtur deri në atë stacionin e fundit, në atë trenin e jetës që kemi hipur të gjithë, me planifikim ose jo, me zgjedhje ose rastësi, me laps ose me letër, ose thjesht ashtu siç vjen, unë do ju sugjeroja, si mentore që jam me vetes time, ta jetoni jetën me gjitha ngjyrat e saj. Ditët e disa shpejt kalojnë, sa në një moment kur ndalojmë edhe kthejmë atë kokën mbrapa, kuptojmë se ato vitet që na kanë mbetur pas, edhe ti thjesht s'ke qenë aty, po ke luftuar dhe nuk ke jetuar. Ndaj është mirë që ne të jetojmë kështu me këtë grintën e madhe, se nuk ka më bukur se ta bësh këtë, nuk ka më bukur se t'jetosh. E thash mirë si mentore këtë? Perfekte. Unë ju falenderoj shumë, Jori, falenderoj që ishe sot me mua në Një Gotë Roze, shpresoj që të ritakohemi përsëri.
përçëjuar një gotë roze, po sigurisht dhe për të folur për jetën dhe për shumë gjërat e saj. Faleminderit që ishte me mua sot në një gotë roze, e dini gjithmonë, ju kam zemër. Një gotë roze. Të pim një gotë roze. Në një gotë roze. Në një gotë roze. 2 gota roze. Një gotë 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 roze. Në një gotë roze. Në një gotë roze me Roza Meradën.